E vërtet e pa vërtet vjen për ju dhe shohim bashkë se cilat janë të reja të fytyrave tona publike në këto ditë të fundit të 2023-s. Ai ka vendosur që t'i pres në vendin e tij të origjinës, aty ku me patjetër po shijon edhe jetën e natës. Por gjithçka nuk ka shkuar si më së miri mbrëm në një prej klubeve të kryeqytetit. Prive mëson si shoqëruar nga mbi 10 shok, grupi ku ka qenë Gjerdani ka pasur sjellje arrogante dhe të papërshtatshme në Zone Club. Megjithatë kjo nuk ju ka zgjatur shumë. I menjëhershëm nga qenë reagimi i sigurimit që duket se ka neutralizuar grupin, duke qetësuar situatën në çështje minutash pas dëbimeve të tyre nga klubi. Ky epizod i ka lënë një shije jo të mirë personave prezent të cilët frekuentojnë klubin, por që nuk janë mësuar me sjellje të tilla arrogante me ndjemadhësie. Martohet Amir Abrashi? E vërtet, nuk po ndahemi nga futbollistët as në lajmin e dytë. Pa buj publike të reja ka edhe nga Amir Abrashi. Ai është në Kosovë këtë ditë për një moment shumë të rëndësishëm të jetës së tij, kurorëzimin e dashurisë. Në vend privat, sonte futbollisti do t'i jap fund beqarisë. Martesa vjen pas një periudhe të lidhjes me partneren e tij, Rona Koshi. Ajo nuk është fytyrë publike dhe vjen nga fusha e mjekësisë. Rona ka diplomuar në mjekësi të përgjithshme vitin e kaluar dhe duket se pas këtij hapi ka qenë më së gati për të shkruar një faqe të re, duke nisur jetën bashkëtorë me një prej futbollistëve më të njohur shqiptar. Ju shkoft mbar çiftit. Bruno në duet me Valbona Memën? E vërtet, fund viti nuk vjen pa befasi nga Bruno Pollogati. Këngëtari që pas Big Brother VIP është treguar edhe aktiv dhe i suksesshëm sa i përket projekteve të reja, ka gati disa të tilla. Jo një, por plot 4 këngë vijnë në javët në vazhdim nga Bruno, teksa më i veçantë është një prej dueteve për të cilin prive ka arritur të kuptoj më shumë. Fjala është për bashkimin e forcave me këngëtaren Valbona Mema. Dyshja tashmë edhe kanë përfunduar videoklipin e këtij projekti që vjen së shpejti për publikun. Numërimi prapa ka filluar dhe ne mezi po presim që të shohim çka do na sjell dyshja në këto ditë festive fundviti.